Përshëndetje, do të tregoj diçka që WhatsAppi sapo do ta prezantoj, ndoshta disa javë më vonë, ose disa muaj më vonë, ose disa ditë më vonë. Do të bëhet me pagesë. Do të jemi domethënë në versionin plus, me stikera premium, me emoji premium dhe me gjëra të tjera premium që nuk e dim se çfarë janë akoma, po do t'i zbulojmë më vonë. Kush do mund të përdori versionin falas, kush do përdor versionin me pagesë. Kjo nuk është problem, por ama çmimi nuk është verifikuar akoma njëherë, po dihet kjo që do bëhet me pagesë. Meta AI ka përlajmëruar për këto versione dhe ka pasur edhe ca probleme në hapjen e WhatsAppit, kur një numër të tonte të regjistrohej, vinte kodi, sepse nuk e di pse si binin kodin, dhe tani shohim e bëjmë se çfarë do të ndodhi me ta, çfarë do publikoj, çfarë do bëhet, çfarë s'do bëhet, ndjekim më vonë.